Një nga zonat më piktoreske dhe të vizituara, Shiroka ka tërhequr edhe këtë të hënë pushimi qytetar, por edhe turistë të shumt. Motivavorshëm ka lehtësuar shëtitjet e tyre në sheshin kryesor përgjatë liçenit të Shkodrës. Është një nga zonat turistike më të bukura që ka Shkodra. Bukur mos se vlerëson kush. Çfarë duhet t'i vlerësojmë Shirokës? Po duhet t'i vlerësojmë vendin vet, natyrën, bukurinë që ka vet. As mund t'ja hekim, as mund t'ja shtojmë. A ka diçka që duhet përmirësohet tash para sezonit, ndoshta pastrimi? Po, sigurisht që ka. Po dora shtetit është shumë e pak. Pesh, fshat mi bukur me liçen, ke knatësi, pastërtia, liçeni që të barishtet duhen mu pastru. Ja gjëna, mos me ken i pastru në liçen në botë. Me shku në vende tjera që nuk kanë edhe i kanë bë artificial edhe i kanë pastru. Rregull e kryesorja. Bukurinë e bën Zoti vet, pastërtinë e keni në dorë. Shëtia duhet punohet. Bukurinë e bën Zoti vet. Një kja që është më e pana, po këtë ka kriju Zoti sa kena kriju na. Pastërtinë duhet mi kriju na. Nuk munguan këtë të hënë as shqiptarët e Kosovës. Po kemi janë nga rreth Malishevës, kemi ditë festën e Bajramit. Me familje kemi dalë pak, i ka është edhe pushimi për fëmijët, kështu që kemi preferu këtë vend, e dojmë Shqipërinë, po unë Shkodrën pak a shumë e njoh edhe këtë vend është vend turistik, tërheq edhe për fëmijë dhe për të rritur. Po një 3-4 kam qenë edhe në qendër atje në Shkodër, por edhe këtu në Shirokë. Ambienti, klima, ujë, normal, edhe ka qenë pa rregulluar atëherë kur kemi qenë më herët. Kemi qenë edhe atëherë në mënyrë të organizuar, por megjithatë ka ndryshime pozitive në fjalë. Në pranverë në Shirokë kalohet shumëkëndshëm. Përveç klimës dhe ajrit të pastër që filtrohet nga freskia e liçenit dhe pishat e Taraboshit, ka brenda saj edhe kënaqësinë e shijuarit të një dreke në lokalet e shumta që janë ndërtuar vitet e fundit në hapësirën turistike të kësaj zone.